Përfaqësues të trupit diplomatik në Shqipëri kanë zhvilluar një vizitë në Lezhë me qëllim njohjen e kësaj zone përtej Bregdetit dhe zhvillimeve ekonomike. Të shoqëruar nga ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha, ata u pritën nga kryebashkiaku i Lezhës Pjeri Ndreu. Gjatë qëndrimit, delegacioni vizitoi qytetin antik, si dhe vendvarrimin e heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Duke folur për këtë vizitë, ministri Hoxha u shpreh se ajo shërben për t'i prezantuar trupit diplomatik një tjetër dimension të Shqipërisë përtej turizmit bregdetar. Ai theksoi se një pjesë e diplomatëve ishin për herë të parë në zonat e Shkodrës dhe Lezhës, duke shprehur bindjen se kjo eksperiencë do të ndikojë në rikthimin e tyre dhe në forcimin e urave të bashkëpunimit. Filluam në Shkodër, shkuam në Tamar, në Lepush, në Razëm dhe natyrisht domethënë ky është stacioni i fundit, por ishte shumë e rëndësishme para një herë t'u tregojmë përfaqësues diplomatik një pjesë tjetër të Shqipërisë. Një pjesë të Shqipërisë që është po aq e bukur, një pjesë ku natyra dhe zhvillimi janë harmonizuar në mënyrë të shkëlqyer dhe tregojmë edhe sa e rëndësishme është domethënë që mos ngelemi vetëm në imazhin e Shqipërisë me plazhet, por edhe me pjesën tjetër të bukur të dheut ton ku me te Alpet dhe gjatë këtij wikendi mund t'ju them që absolutisht tëra këto e kemi provuar dhe miqtë tanë kanë qenë të surprizuar, disa prej tyre për herë të parë. Jam i sigurt që vetëm do kthehen, po do kthehen bashkë me familjarët e tyre, me miqtë e tyre, me njohërit e tyre dhe ky ishte synimi ynë që natyrisht ndrojmë edhe ura të mira. Nga ana e tij, kryebashkiaku Pjeri Ndreu vlerësoi rëndësinë e kësaj vizite, duke theksuar se Lezhë është një destinacion me potencial të madh turistik, fal vlerave historike dhe kulturore që mbart. Ai e cilësoi këtë si një promovim të mirë për qytetin. Lezhë tashmë është një nga zonat më të bukura të Shqipërisë, nuk diskutohet, edhe për shkak të vendvarrimit Skënderbeut, asaj që ne mbajmë medaljen e 2 marsit 1424, por edhe vetë kombinacioni natyror, turizmi, agroturizmi, bujqësia që kanë marrë zhvillime të niveleve të këndshme e bëjnë Lezhën shumë atraktive, të vizitueshme, por edhe me kosto normale edhe për të huajt, edhe për shtetësit e ambasadorëve të vendeve nga mund të vinë turistët. Për ne është një mënyrë shumë e mirë promovimi të aseteve tona. Gjatë kësaj fundjave, trupa diplomatike ka udhëtuar në disa zona të veriut të vendit, nga Razma në Vermosh, në Shkodër dhe në Lezhë, duke njohur nga afër pasuritë natyrore dhe kulturore, si dhe duke përjetuar mikpritjen karakteristike shqiptare.